Djali Macor. Pufja! Gecko! Legends goes into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks! Përbindesh i prej ngjitësi. Le të shkojmë! Ma paso mua topin! Po, shikoj këtë! Shkojmë ta provojmë! Hey, dikush ka lënë dhomën e pajisjeve hapur. Ka njeri! Oh, më duket se mungojnë disa gjëra. Nuk pas ka më litar. Edhe fenerët, por pse? Mendoj se Ninja i natës i ka marrë të gjitha gjërat, sepse do të shkoj të eksploroj malin e misterit. Në rregull, pse arritën në këtë përfundim? E gjeta këtë në dysheme. Lista përfundimtare e sendeve të Ninjës së natës për malin e misterit. Litari? Po. Fenerët? Po. Dorëshkrimet? Po. Nëse është kështu, bëj mirë të hetojmë. Heronjt me pizame ja ku po vim. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë! Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connor i bëhet Djali Macor. Amaya bëhet Ufe! Heronjt me pizame! Hej, Shoku, Kemi robot me pizame. Roboti me pijame! si po shkon? Nxito, vocërak, nuk kemi shumë kohë. Shëndet, tani i luaj duart. Nuk më pëlqen kjo. Forca, do të marrim motorët e heronjve. Hey, përshëndetje! Çfarë ke shoku i vjetër? Kanë ardhur të huaj në mal? Forca, le të hedhim një sy. Nuk o trëmba. Jo, isha duke testuar reflekset e ninjës. Je i sigur që kjo është shpella ku duhet të jetë ngjitsi transformues? Hey, kam një ide. Pse mos bëj unë roje, ndërsa ju eksploroni? Paqim! Ajo vajza e caruese dragua. Nuk dua të përballem sërish me të koha të zhdukem. Ju, për pak fare. Në rregull. Do të hyte kjo shpella e errët edhe pakës e frikshme. Asnjë shenjë nga ninja. Veshët e Macokut. Nga kjo anë.
arrite të gjeje ngjitsin mistik, Vocerak? Në rregull, kam parë mjaftueshëm. Le të lëvizim, Ninjalino. Voceraku I vogël! Mjaft luajt e vërdall, Vocerak. Po largohemi! Vocerak, do të vish? Mjaft luajt e vërdall, Vocerak, po largohemi! Një përbindësh! Hey, keni kujdes, Ninjalino! Ajo gjëja mund të gjuaj me lëndë ngjitse! Për pak fare, sërish! U kthyen! Uluni! I shkreti, Vocerak. Do të më mungoj shumë, djali vogël. A I përbindësh I prëngjitsi duhet ta ketë ngrënë. Vocerak, qenke mirë. Prit, po ku është ai përbindësh I prëngjitsi? Kjo do të thotë që është akoma brenda. Wow! Ndalo, çfarë duke bërë këtu ninja I natës? Po ç'kemi ju heroin koti? Sa po vendosaj që të bëj një shëtitje të shëndetshme. Në një shpellë? Me një dërshkrim antik? Po, nuk e besoj. Nuk e sheh që jam I zënë, Vocerak, jemi duke kërkuar diçka. Mjaft, të thash jam I zënë. Nuk do të hyj aty, po të isha si ju. Ai nuk dëshiron që të hyjë brenda sepse ka gjetur diçka. Jo, po përpiqem të të ndihmoj, Truzog. Ka një përbindësh në shpellë. Po pra, nuk ka përbindësh aty brenda. Nëse nuk më besoni, shikojeni vetë. Ndoshta do ta shohim. Forca, ka diçka këtu brenda që ai nuk do ta gjejmë. Ke lënë dërshkrimin brenda? Po nuk do t'i lejojmë që ta marrin. Por nuk mund të le të kthehesh. Ninjalino! Nuk mendoni vërtet se ka një përbindësh këtu, apo jo? Jo, thjesht nuk donte ta kuptonim se çfarë ka në plan. Po I hedhur një sy. Sytë e bufes. Nuk shoh asgjë të pazakon. Veshët e maqokut. Dhe unë s'dëgjoj asgjë të pazakont. Po përpiqet të na mashtroj, të shkojmë. Prisni, çfarë ishte kjo? Vocerak, ti je ky? Jo. Ti je përbindësh I prëngjitsi? A je I sigurt që nuk ka një përbindësh? Është një telash, çfarë do qof? Nëse ky është vërtet Voceraku, duhet të ketë zbuluar ngjitsin transformues. Kjo po që është e mirë. Ej, ti aty, përbindësh.
Të urdhëroj të sulmosh heronj me pijame. Bindu me një herë. Keni kujdes tjera, po gjuan! Nuk më besohet. Unë kam një përbindje shprehje. Triumfi im më i madh ndonjëherë. Këto nuk janë si gjithë ngjitëset e tjerë. Më duket sikur ai po i kontrollon. Ma në fund, arrita tim poshtë heronj me pijame. Tani qyteti do t'jeti imi. Me pakës ndim nga shoku im i madh këtu. E janë tani ninjalinot e mi. Qyteti është i yni më në fund. Kjo ishte, nuk më besohet. Ma afër, vocarak, ma afër. Kjo gjëja është super e fortë. Duhet të ketë një rrugë zgjidhje. Po, nuk mund ta lejmë ninjën e natës ta çojë atë gjë në qytet. Përbind shqiprejngjitësi, pjesa e dytë. Oh, çfarë rrëmuje ngjitëse? Si do të shpëtojmë? Mund të rrotullohemi nëpër kodër, kështu thyejmë ngjitësin. Ide e bukur. Oh, Jepi dhe pak Oh. dhe bum! Shpëtuam nga kjo. Ose jo. Po tani, Aniu. O, sa mirë që po të shikojmë. Heronj me pijama. Çfarë ju sjell në malin tim? Sa histori e gjatë që është. Shumë shkurt, Ninja i natës ka një përbindës që gjuan me lëndë ngjitëse të re. Dhe bam! Na kapi. Mos ta gjë përbindësh? Po, ishte i madh dhe gjuan me lëndë ngjitëse si një mjeshtër. Me sa duket Ninja i natës ka nxjerrë ngjitësin mistik nga vendi ku fshihet. Mos keni frikë, do t'ju nxjerr unë që këtu. Çudi, nuk e kam hasur kur më parë këtë lloj ngjitësi. Më duhet një përpjekje tjetër. Ha? Po funksionon, po funksionon. Ja pra, jeni të lirë. Kjo ishte mahnitëse. Faleminderit. Hey, dëshiron të bësh në grup me ne? Me qenë se kontrollon atë gjën me flautin tënd. Në botën tuaj? Nuk e mendoj këtë. Mund të na duhet ndihma jote. Dua të them, Ninja i natës do ta lirojë atë përbindje prej ngjitësi në qytetin ton. Dhe nuk ka shanse që ta përballojmë dot të vetëm. Do të më pëlqente t'ju ndihmoj, por bota juaj është shumë e çuditshme për mua. Por, Më vjen keq, Geko. Nuk mund të largohem më kurrë nga mali im. Ne mund të mbrojmë. Jo, shtëpia ime është këtu. por, mendova se ne ishim shok. Forca, duhet të kthehemi pas. Faleminderit që na shpëtove, Anju. Nuk e kuptoj. Cili është ai hero që nuk të ndihmon? Nuk ka gjë, Geko. Duhet ta respektojmë vendimin e saj. Forca. E di çfarë djali madh, po mendohesha. Ne jemi një ekip shumë i mirë. Vë pas që së bashku mund të shlirojmë të gjitha sekretet e malit të misterit që unë të bëhem ninja më i madh në botë. Hu, ha, hi. Po, edhe ndoshta mund të heqim qafe dhe atë vajzën e shpifur drakua një herë për gjithmonë. Mos thash diçka të gabuar? Në rregull, në rregull. Më mirë do të mundim vetëm ata heronjt koti me pijame.
dhurove veten. Ninjarino Vocerak, si guxon. Mjaft me këtë mandiletësi tani. Të rishuni! Ja ku jam. Dhe më duket se përbind që është kundër ninja sonatës. Forca, le të shkojmë. Nga dalë, djali madh, jemi shok, harove. Si guxon të mos më bindesh. Bukur, shiko kush erdhi. Po si u liruat ju? Duhet pak më shumë se sa një lëndë gjitësi për të na mundur ne. Harove pjesën që na shpëtoi Anjuja? Nuk kap se ta di atë. Po, ide e mirë. Shikoni, nëse nuk largoheni, do të më detyroni t'i them përbindshit me ngjitës t'ju sulmoj. Vocerak, kapi! S'ka mundësi, Voceraku është përbindësi prej ngjitësi. Tani I kam farë të gjitha. Ma duket se humbe për bindçin tënd ninja I natës. Jo, Vocerak, të kërkoj të ndryshosh, me një herë. Të lutem. Ndoshta nuk do të na duhet ndihma e Anjus. Po, tani kapi këta herojnë koti. Duhet të gjejmë një mënyrë për ta kthyer në Ninjalino. Dhe shpejt. Çfarë ke? Çfarë do të thuash me shokët tanë janë në telashe? E di që duhet I ndihmojmë, por nuk mund të rikthehem në qytet. Po as unë nuk dua që ata të jenë në rrezik. Keni kujdes! Super pendet e bufes! Wow! Sok, më duhet me patjetër pak ndihmë. Edhe mua! Ninjalino, ndërkohë që herojnë të janë të zënë vidhni çdo dorëshkrim që gjeni në muze. Fal për bindshit tim prej ngjitësi, askush nuk më ndalon dot mua tani. Bufeki, kujdes! Djali ma qok, ndim! Super shpejtësia Machokut! Do doja që Anju të ishte këtu. Këtu jam. Kështu vepron një hero. O, jo ti sërisht. Shiko, nëse shko në shtëpi me një herë të premtoj që nuk do ta bëj përbindshin prej ngjitësit të të sulmoj. Jo, ti bo dhe diçka nga mali im. Jam këtu për ta marrë. E dija që do të ndëroj e mendja, Anju. Tani, a mund t'i bie sa ti flautit dhe të na e heqësh këtë ngjitësin? Pa tjetër, shoku im. Ninja I natës do të pendohes kaq shumë. Çfarë je duke bërë? Nuk është koha e duhur për të pasur turp. Është koha të bëhemi heronjë, harrove? O jo, fuqit e mia nuk po funksionojnë në këtë botë. Po, kjo është fitoria ime më e madhe këtu. Nuk do doja të isha në vendin tënd tani, vajzë dragua. Kapeni! Thjesht sepse fuqit e mia nuk funksionojnë, nuk do të thotë që jam e pambrojtur. Fuqit e tua nuk funksionojnë këtu, por kurdo që I bie flautit, përbindesi nuk gjuan më me ngjitës.
Unë kam një ide. Vazhdo t'i biesh për të parë nëse mund t'a joshësh vocorakun drejt portalit. Hej, jemi të lirë, kështu vazhdo, Anju. Ide e bukur, djema. Përbim që i përngjit si vocerak, duhet të kthesh këtu në këtë moment, ose... O, mirë, të pak të kam dorëshkrimet e manit të misterit. Unë nuk mendoj kështu. Era e krahëve të bufes. Hej! Po i marrë unë. Oh! Vocerak, më prit edhe mua! Po thuaj se arritëm. Çoje drejt portalit, Anju. Ndalo! Më kthyen fuqit. Po funksionon, Anju. Vazhdo t'i biesh. O, ti gjë e vogël. A je mirë tani, vocerak? Sa herë të duhem, shoku im i vogël? O, jo, mos guxo! Duhet të them, më bëjt qefi që e normal tani, vocerak. Hej, çfarë je duke bërë? Asgjë, unë dhe shoku im i vogël do të vazhdoj punët tona tani. Apo jo, vocerak? Do të shihemi përsëri, vocerak. A është mirë, vocoraku? Tani po. Shpresoj të mos bëhet më kurrë si ajo krijes. Sa mirë, atë gjën nuk po e ndalonim dot. Faleminderit që na ndihmove, Anju. Nuk e di se çfarë do të kishim bërë po të mos na kisha ardhur në ndihmë. E po, siç më ka thënë një shok i mençur, cili hero nuk të ndihmon? Prit, unë e kam thënë diçka të tillë më parë. Oh, e kise me mua. Kuptova, që palla. Që palla, shoku im. Heroj me pijame. Dhe Anju. Për ti si të gjithura, sepse gjatë natës ti shpëtuam të gjithë. Djali ma qot. Bufja! Gecko. Let's go! Into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks! Mola në hën. Mjaft folot, po e bëj. E di që është një hën e plot që ndodh vetëm një herë në vit. Plus ka honore. Hipni grupi, do të shkojmë në Marsuki? Çfarë je duke bërë? Po unë këtu! Ha? Uroj që ky shpjegimi të jeti mirë. Jo thjesht një gur. E po, është një kristal hënor nga një shpellë në hën. Askush nuk e ka kuptuar domethënien e vizatimeve. Ha? Dhe ajo është një mol. Brenda. Dhe ajo është një si... Vajz? Marsuki do të kthehet në vajz. Motra e vogël që kam dashur gjithmonë. Të bëjmë gjëra të këqija së bashku. Ndihmojnë çeljen e kristalit? Nuk do t'ulem mbi të. E pash mbrëm, edhe par mbrëm. Të lashe në hën, ato janë misionet të vështira. Mos u bëj merak, ja dole mirë herën e kaluar. Do të kujdesemi për ty. Nuk kam kohë që të kujdeseni. Është thjesht hëna, më kuptoni?
Nuk thuhet gjë për drita që na ndriçojnë. Greg! Wow! Kujdes! Nuk e preka fare. Je nervoz për udhëtimin e hënë. Po bën gabime të desha odhe nga dritarja. Jo, nuk e bëra. Je nervoz për udhëtimin e hënë. Po bën gabime të desha odhe nga dritarja. Jo, nuk e bëra. Në rregull, ishte një keq kuptim. Gregu nuk është nervoz. Nuk ka gjë edhe nëse je. Nuk jam. Misioni hënës Jakupovi. Herojt me pizame Jakupovi. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali macor. Amaya bëhet Bufe! Amaya bëhet Bufe! Herojt me pizame! Përgatitur për fluturim, robot me pijame. Punë e bukur me teleskopin, Mola. Disa bulona të lirë, ha? Tani, le ta fusim djalin Hardhuc në telashe të tjera. Po thuaj se gati. Gecko, mos e preke butonin pa dasje. Jo, A je I sigur që nuk e ke nga frika për hënën? Çfarë nuk shkon me ne sonte? Le të përqendrohemi. Gecko, Je I sigur që nuk e ke nga frika për hënën? Vazhdoni të grindeni heronj me pijame. Motrësimet të vogël I duhet e gjithë energjia e keqe. Drejt hënës! A jemi gati, djema? po! Bench, bukuritëse! Bufe! Motori im, fehu këtu! Gecko, Nuk jam nervoz, nuk bëra asnjë gjë. Si të përgatitesh për një motor të vogël? Jeta është plot me ndryshime dhe është e rëndësishme të përgatitesh për to. Pak a shumë gati, ka fortesën hënore që të luaj, pikture të motrës së madhe për t'ia dhuruar. Tani lodrat. Ha! Si thoni për 300 një burgu me heronj. Kjo do t'je gjëja e parë e keqe që do të më ndihmosh, motor e vogël. Ti kap heronjt me pijame për gjithmonë. fshehu razi. Djali Machok eksploron shpellën hënore. Djali Machok! Si mund të jemi fshet nëse mos sillni motorët afër meje? Ta thash, nuk e bëra unë. Hej, a u ndriçua më shumë? Çfarë është kjo? Kujdes! Nuk kam mjaftueshëm hapësirë. Bench, pupuritë se lëvizi! E lëvizë ti me muskujt e tu. Jo, nuk do ta rrezikoja kurrë bufen. Po qëllon drejt jush, djema! Do ta shpërqendroj. Ti merr bufen dhe shkoni tek baza. Super specia Machokut. Mola! Në hën? Hej! Djali Machok supozohet ta shpërqendroje. U pengova. E pa shun, molat e lunës! Ke shumë të drejtë, Ruzog. Luna, ka një mol aty brenda? Është Molsuki, mola ime që do të kthehet në një vajzë. Një vajzë? Nuk bëhet kollaj. Të duhet një mol, një kristal. Opo, dhe diçka tjetër. Energji e keqe, zënka, debate. E kuptoni se çfarë dua të them?
Ajo na ka bërë që të zihemi. Molat e saj i lëvizin gurët. Ja morët motorët, shkatruat bazën, ju prekën teleskopin që të binte. Na bën të mendonim se ishte nervoz, Gecko. Edhe unë e vrikosa për këtë. Prit, se nuk përdore ninjën e natës, ose Romeon, ata zien të gjithë kohën. Jo, duhet të jenë njerëz të mirë. Kur zjeni, çlironi energji të keqe. Morsoki e ndjente edhe kur ishit në tokë. Puna ime ishte t'ju sillja këtu lart duke u zënë gjatë gjithë rrugës. Motra ime e vogël, por qel! Ui! Shikoni! Motor e vogël, Morsuki, jam unë, Luna. Luna? Unë mund të flas. Oh, do të argëtohemi kaq shumë së bashku. Të kujtohen heronjt? Zihen, ata grinden. Më bën që të celja. Ti na përdore. Unë të them gjëra të këqija. Gjëra që i bëjnë njerëzit me nerva. Në rregull, motor e vogël, le t'i çojmë te fortesa hënore. T'ju marrim fuqinë? Ndoshta. Kristali i Molsukit i bën heronjt që të rrotullohen. Provoje. Kisha idenë e fuqive fillimisht, prandaj atë do të bëjmë të parën. Të bëra edhe ty me nerva. Fjalët janë qep. Plani i kristalit të Molsukit. Hej, bëj atë që të them dhe bëu e keqe si unë. Molsuki më e keqe se sa Luna. S'ka shanse, unë jam më e keqe. Të gjithë po zihen sonte. Po, por jo ne, apo jo? Duhet të lirohemi para se të na marrin fuqit. Ose të na hedhin në hapësirë. Kristalet krijuan këtë fush force. Prandaj mbase ato mund ta shkatrojnë gjithashtu. Ta provojmë. Koha Ka djalin kotele. Është më e dobët, super muskujt e Gekos. Shihemi Molsuki. Jo, ata po largohen. Ha? Mola mi mori mend. Robot me pijame, zbulot çdo gjë për vajzat Mola. Mendoj se do të kemi një demonstrim falas. Mund të më fluturosh në hapësirë? Nga hëna në tokë? Mund të shkoj mirë si përfundim. Ha? Më jep magnetin. Wow, kristalit super karikohen. Ui! Jo, rada ime, më keq. Kjo mënyrë është më e mirë. Thuaj të ndaj. Mos u bëni merak, e kam unë një ide. Hej Luna, babas që nuk më kapdët. Molsuki, këtu lart. Fute në fusk. Jo, atë është magneti im. Kristali im. Ti po fluturon me kristalin sepse unë të ndihmova të çelja. Ndim, bëj atë që të them unë, motor e madhe. Më jep magnetin tim. Të lirë. Ja dolëm, po. Pa dashje ndihmuam një keqbërse të çelte. Do ta gjejmë një zgjidhje edhe për të. Bëu gati Molsuki. Duhet të përballesh me ne. Heronjt me pijame bërtisnin të gjithë ura. Sepse gjatë si shpëtuam të gjithë. Unë i dua fjalët, e bëjnë Lunën shumë me nerva. Po, kjo shkatërroi gjithçka. Por qej. Më fluturon në hën. Kristali, shumë i bukur dhe i ndritshëm. Jo aq i bukur dhe i ndritshëm sa hëna. Do të më kthesh atje apo jo? Sa i fuqishëm.
Të thash më çon në hën. Cila ishte fjala magjike? Tani. Në rregull. Të lutem. Do të çoj nesër mbrëmë. Por më duhen ca gjëra. Sa më pëlqejnë udhëtimet në kamping. Po, pjekim kërpudha, këndojmë këngë, me zi pres që të nisemi. Mos harro, Greg. Duhet të na ndihmosh të ngrem tendën fillimisht. Unë gatërova në përlitar herën e kaluar. Kemi punë për të bërë. E gjitha është pjesë e kampingut. Më falni fëmi, nuk mund të shkojmë. Pajisjet e kampingut kanë humbur. Nuk kam asgjë për të ngrënë gjithsesi. Sanduiçet e mi janë zhdukur nga kutia e drekës. Shikoni. Bëj mirë ta kontrollojmë. Heronjt me pizame, ja ku po vijnë. Drejt natës për të shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali macor. Amaja bëhet Bufe! Heronjt me pizame! Edhe e diçka tjetër. Nëse mendon se do ta pranoj këtë lloj sjelljeje. Alo. Toka për Molsukin. E dim kush i mori pajisjet e kampingut. Dhe ushqimi të gjithëve. Dhe avioni i bufes. Po ti më premtove. Shiko, insektet me pijama. Pse i more këto gjërat? Nuk e bëra unë. Nuk e bëra as unë. Ne do t'ua kthejmë atyre që ju përkasin. S'ka gjëra argëtuese për udhëtimin në hën. Luna merr më shumë. S'ka shanse. Luna nuk do që të shkojë në hën. Më sjell një kafshë të lezetshme që të luaj. Molsuki e vetmuar. Forca Mola. Molat bëjnë atë që ju thot Mola. Mola, bëni gjëra të këqija. Bëjeni Molsukin të qesh. Duhet t'i ndalojmë. Duhet u marrim gjërat që ato kanë mbjedhur. Po ndihmoj Gekon. Ti shko pas molave, bufe. Undan. Pak ndim djali Machok. Na duhen krahët e bufes dhe shpejtësia e Machokut për të ndjekur molat. Super shpejtësia Machokut. Dhe muskujt e Gekos janë për peshat. Mendoj se duhet t'i kthej përpara se të mbaroj nata. Hej, kjo është e imja. Bëj këtë, bëj atë. Po ua them Mola. U lodha duke marrë urdhra. Mola? Po, ajo me mori edhe ato. Donte një kafsh. Mund të mbajt të jeshilin e shpifur këtu. Çfarë je duke bërë me Lionelin? Po e nxjerr për një shëtitje. Po e vidhje atë. Në rregull, po. Por më detyroi Molsuki ta bëja. Më detyroi të bëj gjërat e mërzitshme. Nuk është e drejtë. Jo, nuk më duket e drejtë. Pra po ti çfarë po bën, këmbardhuc? Jam duke kthyer gjërat që vove ti. Po, ku janë shokët e tu? Wow! Wow! Nuk më duket sikur po mbajnë gjëra. Nuk jam vetëm unë ajo që i bëj punët e këqija, ha? Jo, mendoj. Hej, është e gjitha pjesët e qenurit hero. Tani ma jep Lionelin. Por, nëse nuk i gjej Molsukit një kafsh, kush e di se çfarë mund të bëj? Kristali që ka në krahëror është kaq i fuqishëm, dhe ajo ka plane për këtë. Plane? Ti nuk e njeh siç e njoh unë. Ajo sjell të lashe. Duhet ta ndalojmë, dhe unë e di se si ta bëjmë. Ti, unë dhe magneti im. Mund ta rregullojmë këtë. A nuk është kjo puna e një heroi? Kthehuni këtu! Wow! Për mustaqit e Machokve. Wow! Përdor kamuflazhin tënd për të çuar magnetin sa më afër kristalit të saj. Nuk do të funksionoj. Ajo nuk do të më shoh, do të shoh atë që po mbaj. Do të shoh magnetin që po i afrohet.
Tani po e kuptoj pse nuk të lën asnjë punë. Prit, e kam një ide. Oh! Mola të mira. Hej, Morsuki! Shiko se çfarë vodha. Mjeti hënor. Alarmi për insektet me pijame. Unë nuk shoh asnjë insekt me pijame. Më fal, mendova se pash diçka. Po ndjesh e lodhur? Çfarë po më ndodh? Mendoj se ja dola. Fuqitë e mia. Por... Magneti im! Hej! Pa të shohim kush është shefja tani. Ule poshtë atë, është... super i karikuar. Pacim, djali harduc. Hej, Gecko! Puna me mola doli shumë e vështirë. Si po të shkon kthimi i gjërave ty? Si që dini, e shtyj nga pak. Këto misionet gjithmonë më të vështira se sa mendon, por të gjithë bëjmë pjesën tonë. Apo jo, ekipi? Çfarë ishte kjo? Merrem unë me këtë. Ju vazhdoni me ato molat, thehem shpejt. Kjo poqa është e fortë. Ndihem mjaftueshëm e fortë për të shkuar në han. Çfarë bëra kështu? Merre magnetin, preke këtu. Kthehet fuqia, gjithçka mirë. Në rregull, super kamuflazh i Geckos. Jam e pandatshme. E po, do të jem, sa po të mësoj ta kontrolloj këtë gjën. Jo! Të konfiskohet magneti. Paguca zvaranike. Mjaft me kaq, Morsuki, ma kthe këtu. Ej, Gecko, edhe ti ke probleme me molat? Super ekstra fuqi kristali! Ura! Presh bukuritëse! Ju ka pun dhe më fali. Pra, po, e prisa punën. Ai e bëri Morsukin një super mol të plot fuqishme. Sikur të isha marrë vetëm me kthimin e gjërave. Mendova si ishte një punë e keqe, por e kisha gabim. Do ta ndaloj Morsukin, por do të jetë e vështirë me fuqitë e kristalit të saj. Të kujtohet kur ti fitove disa fuqi nga kristali roboti me pijame? Le të prekim kristalin e Molsukit me karikuesin e baterisë së robotit me pijame. Dhe thithim fuqinë e tij në baterinë e robotit. Por si do të afrohemi ne? Do të vija jo tek ne. Më besoni, koha të bëhemi heronj. Po, molat! Hej, mola! Ide e shkëlqyer kjo, Gecko. Mola ti tërheq gjithmonë drita. Sidomos kjo këtu. Po për Molsukin! Ajo është shumë e fuqishme dhe e zgjuar. Vërtet? Hej, Molsuki, këtu poshtë! Molsuki, super mola! Jepi, Gecko, shko! Super kapja e harducës. Të kapa. Fuqia e Molsukit më e madhe. Super muskujt e Geckos. Gecko, lëshoje! Është shumë e fuqishme! Jo, duhet të mbaroj punën time. Super muskujt e Super Geckos. Fuqi! Fuqi! Jo! Hiu. Fuqit e tua u konfiskuan. Plani bukur, Gecko. Dua të më jepni fuqitë e magnetit tim. Është i mbi ngarkuar tani. Po si do ta ndalojmë? Mund t'i kthejmë fuqit asaj. Më jepni fuqitë e magnetit tim. Më jepni fuqinë e kristalit. Le ta bëjmë të së bashku. Të gjithë të marrin pjesën e tyre. Ui! Po! Kristali u kthye, por Molsuki
pëlqen super kristali. Dua që magneti im të ketë super fuqi. Sa keq, çdo gjë mbaroi. Unë dua më shumë. Jo, unë e meritoj më shumë. Jo, Molsuki më shumë. Unë nuk mendoj se super fuqia e kristalit është një ide shumë e mirë për to. As ty nuk të pëlqeu shumë, apo jo robot me pizame? Ai i mbaron punën çfarë do qofshin ato. Dhe nuk është i vetmi në fakt. E sigurt. Nëse një punë ndihmon shokët e mi heronj, është një punë për mua. Heronjt me pizame, vërtisni të qitura, sepse gjatë natës i shpëtuam të gjithë.